grushti Ramadan Korachit, drejtuar për nga polici post blokut, ndërsa shtrëngonte një celular apo ndoshta edhe dokumentat, policëve Maqedonas ju ngjau granat. Dhe e vran 60 vjeçarin, bashkë me të birin, Rasim Korachin, për vetmbrojtje. Nuk është megjithatë krejt i qartë numri të plagosurve, aq më pak e atyre që luftojnë nga kodrat, ndërsa drejtori i spitalit të Tetovës, Rahim Thaçi, jep këto shifra. Që nga fillimi i përleshjeve në rrethinën e Tetovës, në spitalin tonë janë sjellur gjithsej 40 të lënduar, nga të cilët 30 policë dhe 10 qytetarë. Pra ky është raporti civil dhe shtorak, 30 policë dhe 10 qytetarë. Ashtu. A ka të vdekur mes tyre? Në ditën e parë ka pas një të vdekur qytetar dhe një i vdekur policë, i cili ka vdekur gjatë aksidentit të helikopterit në Popovashak. Ndërkaq, nuk dihet as numri sakt i atyre që kanë lënë Tetovën. Gjithçka është me parafërsi. Të gjithë ndruhen të ikin dhe ndruhen të rinë. Sipas kryqit të kuq, kanë ikur nga Tetova drejt Shkupit rreth 7400 Maqedonas, ndërsa për shqiptarët nuk ka burime zyrtare, por flitet për afro 20.000 vet të ikur kryesisht në Kosovë dhe Turqi, që sidoqoftë janë shifra krejt të pallogaritshme, po të mendosh se Tetova dhe rrethinat kanë gati 300.000 banorë. Prefekti i qytetit, Myrteza Ismaili, shpjegon. Për fat të keq, para disa ditësh kishim një fluks kështu paksa të madh të largimit të qytetarëve tonë nga qyteti, mirë po besojmë se ata njerëz veç kanë filluar të kthehen, ndërsa në drejtim të parandalimit të largimit të qytetarëve ne kemi bërë aksione në sajt të organizimit dhe të aktivizimit të shtabit të krizës qendror në komunë dhe të shtabeve të krizës nëpër bashkësitë lokale, ku mundohemi që të jemi permanent në kontakt drejt për drejt me qytetarët tonë, t'i bindim se largimi nga qyteti është vetëm i dëmshëm, vetëm shkon në dëm të zgjidhjes së krizës, dhe ne besojmë se së shpejti këta qytetarë do të kthehen për vatrat e tyre.